Është i plagosur rënd dhe i po merr ndihmën e plot mjekësore. Njëkohësisht edhe personi në kërkim që ishte bërë rrethimi i tij dhe për të bërë neutralizimin dhe kapjen e tij dhe i gjatë shkëmbimit të zjarrit është plagosur dhe ndodhet në spitalin e Korçës. Është vërtet një ngjarje nga ato të cilat e lë pa fjalë, ku unë s'do doja sot që ti isha para jush. Po ja kaloj fjalën doktoreshës për të dhënë ecurinë. Si është situata shëndetësore? Pacienti është pritur në spitalin e Korçës, është stabilizuar aty, është aktualisht i intubuar, siç e patë erdhi me helikopter. Është bërë punë shumë e mirë nga kolegët e Korçës, ndërkohë që tani u fut menjëherë në brenda ambienteve të bllokut operator dhe po vlerësohet nga ekipi multidisiplinor me reanimator, kirurg oromaksilofacial, otojatër dhe kirurg përgjithshëm. Do dim t'ju themi më shumë për ecurinë në vijim. Për momentin mund të themi vetëm që po bëhet maksimumi për të marrë rezultatin maksimal për shëndetin e pacientit. Ka lëndime në pjesën e qafës dhe të kokës. Unë nuk besoj që duhet të hyjmë më në detaje, sepse gjithmonë një traumë e këtyre përmasave është jetë kërcënuese. Se si do jetë ecuria, do duhet na thot ekipi mjekësor që po bën vlerësimin. Është herët akoma për të thënë. Ndërkohë në lidhje me autorin i cili po flitet që ai është duke ardhur, do të ndoret helikopteri apo do të jetë mjetja ambulancë? Ambulancë dhe spitalit të traumës edhe personi tjetër, edhe që ju tha doktoresha, dëmtimet janë të gjitha jetë kërcënuese, por gjatë ndërhyrjes që është bërë në Korçë, në një falënderim për ekipin e Korçës, dhe gjatë transportit, pacienti ka qenë stambël me parametrat normale. Në këtë moment nuk flet për rrezik jete, por që është në dinamik vlerësimi. Për efektivin e policisë në këtë rast? Po, për efektivin e policisë erdhi me helikopter, i shoqëruar dhe nga reanimatori dhe nga ekipi i QKM-s. Gjithë parametrat janë në normë, nuk ka hemoragji në korso dhe është stabil në këtë moment sa po u fut në SAU, ku ekipi multidisiplinor po bën vlerësimin qoftë të indeve të gojës dhe të qafës në cilat është dëmtuar punonjësi i policisë. Autori është vlerësuar në spitalin e Korçës nga ekipi kirurgjikal, është stabilizuar dhe është nisur me ambulancë drejt është rrugës duke ardhur në spital. Do doni të raportoni një ngjarje kaq të rëndë komisariatin dhe drejtorinë e Korçës, nëse i kanë ndjekur të gjithë parametrat, nëse do duheshin forca shtesë për këtë operacion, duke qenë se është një person me rrezikshmëri të lartë? Tashmë hetimet kanë filluar si nga prokuroria rrethit gjyqësor Korçë, njëkohësisht edhe nga standardet profesionale, të cilat i kam autorizuar që të nisin drejt Korçës. Unë pas këtij momenti do largohem drejt Korçës dhe nga aty do keni një njoftim më zyrtar dhe më të plot për gjithë dinamikën e ngjarjes dhe çfarë ka ndodhur. Ju falenderoj. Punë të mbarë, faleminderit.